Në sallën Mikel Koliçi të famullisë Zoja Shkodrës, u ngrit në sken një shfaqje teatrore me karakter reflektues. Produksioni solli në vëmendje një përjetim artistik të ndjerë, duke i dhënë shfaqjes një dimension të thellë emocional dhe skenik. Drama trajton dilemat njerëzore dhe përballjen e vazhdueshme mes së mirës dhe së keqes, duke ftuar publikun në reflektim mbi zgjedhjet dhe përgjithësitë në jetë. Po ka një shfaqje shumë e bukur, hera parë një shfaqje moderniste, ndoshta më thënë që është shfaq në kishat pak të veriut, për aq sa kena informacion ne. Shpresoj që kemi kriju një rrymë të re në shfaqjet e kishat, do ditë që kishat gjithmonë kanë prodhu talente dhe kanë prodhu modernitet nga jashtë. Unë jam ndjer shumë mirë dhe gjithashtu kam pas një grup shumë mirë pune që punu dhe regjizorin sigurisht. Është e çuditshme se tani ekuilibri i jetës mohet mes të keqes edhe të mirës. Dhe Fausti personifikon këtë luftë mes dy të kundërtave për me rujt këtë ekuilibër që ka jeta, gjallëninë e saj. Ajo që më kënaq është prania e juaj, prania e publikut, sepse Shkodra ka dhënë gjithmonë këta ushqime kulturore. Dhe nuk është thjesht vetëm një grumullim kulture, por është një përzgjedhje e kulturës, ka elegancën për me zgjedh kulturën. Dhe kjo është një ndër kryeveprat botërore, kjo dihet, nuk është po e them unë, po e dinë gjithë. E vu Faustin nuk ka gjaj vogël, është përpjekje e madhe dhe është bë punë. Jeni ju ato që e vlerësoni mandej, kritika jeni ju. Puna ka qenë jashtëzakonshme, ka qenë punë shumë e mirë dhe ka qenë me të vërtet kënaqësi me punu me tritë e famullisë së Shkodrës, ku ata kanë shpreh dëshirën më ardh me punu dhe unë kam pranu punën pas një lloj, sepse unë mendoj edhe besoj që çdo njeri ka një mundësi dhe ka një talent për me dhënë. Edhe këta, siç e patë edhe vetë, kanë kallëzuar që kanë mundësi me dhënë. Edhe pse jo. Edhe ka qenë një proces jashtëzakonisht i mirë. Edhe për mua, sepse kam mësu gjëra krejtësisht të reja të punu me këta tri. Lufta mes të mirës edhe të keqes. Dhe kemi një rast që njeriu vetëm përmes fesë, përmes besimit në Zot ringjallë. Dhe kjo ishte pikërisht mesazhi edhe për këto pashk që po i përjetojmë, pra në kuadrët e fesë pashkëve, gjetëm një lloj mënyre të tillë. Shfaqja u prit me interes nga publiku, i cili e vlerësoi interpretimin me duar trukitje në fund të saj.